Unë e këmë thonë që ka mundësi, ka ndodhë edhe mundet me ndodhë. Kryeministër, ja se ke pos mirë atëherë, ja se ke mirë tash. Unë po të thamë tash e ke mirë, atëherë ke pos keq. Me vëmendje e përcjella gjatë gjithë kohës diskutimet në kuvend, edhe nuk e shoh shumë tepër transishme renditjen e hapëve drejt këtij procesi. A është zgjedhja e qeverisë, ekspozeja, programi, buxheti munden me u rirregullu edhe besoj që në një të ardhmen të shpejt do ta kemi edhe programin e qeverisë, do ta kemi edhe buxhetin e rishikuar. Problemi është për te kësaj. Problemi është që prioritetet e prezentuara në ekspoze e presin një pjesë e tyre do t'jenë edhe në program. Nuk ka hapësirë fiskale mu akomoduar brenda buxhetit. Mungon hapësira fiskale. Nga 653 milion euro projekte kapitale, në vitin 2026, vetëm 40 milion janë projekte të reja. Ku dojnë mu akomodu ato premtime? Kemi folë për investime në diga, rreth 400 milion, buxhet për këtë vit edhe vitin e ardhshëm gjithsej janë 13 milion e 900.000 euro. Ku vendoset pjesa tjetër? Ku është autostrada e Dugaxhinit? Ku është aja Banull Qafe Dules? Ku janë investimet në Hekurudha? Dhe do t'i trajtojmë disa çështje më serioze. Lojrat mesdhetare. Ne e shohëm që tek lojrat mesdhetare është një pozicion aty që ma mirë ko mos me ko fare, renovimi i qendrave studentore për lojrat mesdhetare 10.000 euro. Po çka ban me 10.000 euro? Prandaj, hapësira fiskale është ngushtu, struktura e buxhetit është ndryshu në dobi të transfereve dhe subvencioneve, në dam të investimeve kapitale, dhe këtu paroja ka dal jashtë. Është rrit konsumi, po e jep ndikimin në kërkesën agregate, po nuk garanton rritje të qëndrueshme ekonomike. Poga 13 është mirë që po jepet. Asnjë nuk besoj që është kundër. Po do ta thojmë qartë që poga 13 nënkupton 8% rritjes pogave. Kjo është pak. Është më pak se pak. Nuk ka hapësirë dhe nuk shoh që do të ketë rritje të subvencioneve dhe pensioneve tjera që do t'jenë të parashikueshme dhe të planifikuara. Një çështje tjetër më ka bërë përshtypje dhe më pajtu, më ka pëlqy. Do të lirohen paga minimale prej tatimit në pagë. Qarkullimi deri në 6.000 euro do të lirohet. Veturat e reja të importuara prej BE-s do të lirohen prej taksës doganore 10%, gjithaj përkrahi. Dhe në të njëjtën kohë u premtu rritja pagave dhe subvencioneve. Para do kohë kryeministër, po është kja simpatike, nështë. Ke pason që nuk ka mundësi me ul tatimet edhe me u rrit pagat.